parë, kur e shkuara ishte e tashme, bota njerëzore dhe bota e sferës magjepsëse ekzistonin krah për krah. Derisa në një ditë të zymt, një dragua i fuqishëm e kaloi sferën magjepsëse për të shkatëruar botën njerëzore dhe të gjithë njerëzimin. Me një goditje të vetme nga Selori, dragoi ra për tokë. Ai sërish nuk ishte imposhtur plotësisht, sepse shpirti i tij doli nga trupi dhe shkoi drejt sferës magjepsëse. Aty ai po planifikon hakmarrjen e tij, e cila do të lulëzoj vetëm nga kjo lule misterioze. Nëpërmjet saj, ai mund të rimarrë trupin e tij dhe të shkatërroj racën njerëzore. Dragoi pothuajse u harrua dhe qyteti rilindi, por unë e dija. Ligësia nuk ishte zhdukur, ishte duke qëndruar aty, në pritje për të zgjuar. Niki? Erdhi Bogdani! E ja hap portën! Niki, nëse nuk vjen poshtë për 30 sekonda, do t'jap të gjithë byrekët vëllait tënd. Mirëmëngjes byrek, e kam fjalën, mami. Mirëmëngjes, shpirt. Ja, merri. Të dua, mami. Oh, edhe ty të dua, Dreko. Edhe më shumë se byrekët. Mirëmëngjes, babi. Njo arin që zgjohen më herët se sa ti. Eja, Niki, hape portën. Do të bëhem plak me mjekër si babi deri sa të futem brenda. Hey, ndalo! Ka quan plak me mjekër ti? Jo, nuk e kisha fjallën për ty, babi. Unë e thyej ende rekordin e fuqive. A je i sigurt për këtë? Do ta shohësh, Dreko. Unë do të jem një ditë kampioni i fuqive. Silli pak ujtë plakushit tënd, Bogdan. Au, ta sjell unë. Po ta sjell Niki. Ja se ta sjell. Oh! Shikojeni pak ngritësin e peshave. Na trego pak muskujt e tu, Niki. Hey, nuk tallet njeri me vllaçkon tim përveç meje. Oh! Faleminderit, Niki. I ftoht si një shpin pinguini. Ashtu siç më pëlqen mua. Prit pak. Eja me mua, birë.
dua të të tregoj diçka. Pyes veten, a do mund të vras një dragua? Vrasja e dragojt mund të jetë vërtet shumë mbreslënse, por jo aq e veçantë sa kjo këtu. Më trego, ke parë dragua me lëkurë kaq të butë? A? Po pra, lëkura e regjur është më mbreslënse se dragojt. Shiko, Niki, unë mund të kem vrarë një dragua, por ajo e zbehu emocionin e regjes time të parë. Ti do të bëhesh një regjës i jashtëzakonshëm, do ta shohësh. Vetëm imagjino aventurat që të presin. Aventura regjëse. Imagjino e pak. Mirë, si të tingëllon kjo? Unë kam një pyetje. I jepi pyet. Kur dragoj lëshon flak, pse nuk digjet vet ai? Ja ku filloj. E po zjarrit të djeg lëkurën, por nxjerrja e tymit çfarë bën? Njeriu duhet i di këto gjëra nëse do të luftoj një ditë me ta. Nëse ndodh një ditë kjo, të gjitha paratë mia do t'ja lë Nikit. Tregoj do të vdesin nga të qeshurat nga madhësia e tij. Kurse ti me gjitha të fizik asnjë parazit nuk kap dot. Jani, mamaja juaj po na pret. Pra, u takuam sërish dragua. Po pse po të dridhen gjunjët? Mos ki frik nga unë. Të me rohu, sepse unë jam i madhi dhe i fuqishmi Niki Regjësi, i famshëm për vrasin e dragojnve dhe kam ardhur vetëm për diçka, për drejtsin. Do t'ja mbathësh, e pa nuk ke ku t'ja mbathësh. Të pret vetëm vdekja. Me sa po shoti pas ke shpirt luftaraku. Pra çfarë je duke pritur? Jepi pra. Lëkura e dragojt. Niki, më thuaj çfarë ndodhi? Nuk e bëra unë. Vërtet? Kush e bëri atëherë? Dreko? Duhet ta heqish këtë fiksim që ke me dragojt. Ata janë zhdukur. Unë e vrava të fundit që ishte. Edhe e di pse? Sepse ti je një hero. Unë nuk jam një hero, Niki. Jam një regjës. Dhe po ashtu je edhe ti. Po përpiqesha të mbroja mënyrën tonë të jetesës, që një ditë djemtë e mi të mund të vazhdojnë biznesin familjar dhe të ruajnë. Por unë nuk dua të rejgj lëkur, dua të bëjmë një hero tamam si ty, sikur të isha pak më i madh. Bir, ma vër veshin tani. Madhështia bir nuk ka të bëj fare me madhësinë. Fuqia qëndron në zemër, jo tek muskujt. Shpresoj që një ditë ta kuptosh këtë. Ma vjen keq, Dreko. Dhe kjo është arsyeja pse nuk duhet të ngatrosh magjinë e zjarrit me magjinë e armëve. Unë e kam mësuar këtë në mënyrën e vështirë. Me kjo kujtova, Edi, i mbarove detyrat e tua të shtëpisë ti? Sigurisht, mjeshtër, dje përmirësova magjinë e niveli. E përmirësove? Po mirë, nuk do ta kesh problem ta ngresh pak Hilindin këtu. Pa problem fare. 1, 2, 3, 4. Dhe tani Nico!
Më duket se e dëgjove që të thash ta ngresh pak, jo ta kthesh në një krijesë të frikshme të natyrës, apo jo? Po, sigurisht, mos u shqetëso, gjithçka do të shkojë sipas planit. Po, ajo ka për të fluturuar, unë do t'i jap asaj krah. Mjaft tani, Edi. Ne ende po marrim vesh të prishura nga ajo që ti bëre me eksperimentin e fundit. Po, tani po ankohesh, por prit deri për Krishtlindje. Po mirë, Edi, unë të mësova ty që të flasësh, apo jo? Mund isha mirë e bukur duke biseduar me karrigën time tani, por jo, duhet ta shpërdoroja atë magji të folur e tek ty. E pash atë, unë shikoj në 4 dimensionet magjike. Dëgjoj në 6 dhe shijoj në 12. Shiko, puna është se unë... Duhet të mësosh rregullat. Shko, tani, dhe lexo 72 faqet e librit Të gjitha për nesër. Ma fal. Je come te kuqe. Wow! Çfarë ka? Ku po shkon, mjeshtër? Ne duhet veprojmë shpejt, përpara se të zgjojnë forcat e ligësisë dhe ne të bijem në dorën e poshtërsive të tyre. Poshtërsive! Kjo do t'ishte një kohë përsosur për pushime. Ikim në plazh, marrim pak ngjyrë. Ti duhet të vesh pak krem në fakt se bardhoshtë digjen shpejt. Ne kemi nevojë për ndihmën e luftëtarit të fuqishëm Selor Regjësit. Çoje këtë letër të Selor Regjësi me njerë. Pra, Niki, a e vra dhe dragojnë? Sa trim që jeti. Ma vjen keq, babi. Unë vetëm po luaja. Është një shenjë e vogël. E vogël? Mu deshën 2 orë për ta riparuar. Edhe këto ditë nuk mban dot as gjirpërën. Ke të drejtë. Nuk dua që ju të bëjni të copash nga duart. Prandaj Niki duhet të mësoj zanatin. Ka ardhur koha. Por unë nuk dua që ta mësoj. Niki, ti duhet të... Adleri kërkon të më takoj. Duhet të jetë diçka serioze. Adler Magjistari, do të vi edhe unë me ty. Jo, ti do rish këtu. Merre Nikin dhe thuaj Adlerit ta kthej në një bretkos ose në një tempull. Babi, a mundem që të vi me ty? Të thash pra që jo. Silluni mirë sa të vijun. E kam me të vërtet. Bëj kujtesi, dashurim. Dërgoj disa byreka Adlerit. Po sikur babi ti duhet të luftoj me dikë. Ndoshta ne mund ta ndihmojmë, të paktën pak fare. Të ndihmosh babin the? Unë e di që mund ta bëj. Hey, Niki, ktheu këtu. Babi do t'i natoset, a?
Dreko! Dreko, lëre të shkoj. Nuk do t'i gjatë gjikundi. Do t'a ndjek atë pavarësisht të gjithave. Ne duhet ta marrim vesh se çfarë po I thot Adleri babit. Le të shkojmë Dreko, eja! Kam nevoj për ndihmën tënde, Selor. Bota jon është në një rrezik të madh. Dreko, ulu! Kjo është një punë me të vërtet serioze, miku im. A e pe kometën e kuqe në qiell? Jo, se kam parë. Është një shenjë se lulja e zjarrit është duke lulëzuar në botën magjepsëse. Edhe? Lulja magjike e zjarrit është shumë e fuqishme. Duhet ta gjejmë atë sa më parë të jetë e mundur. Do të nisim të kërkojmë tek shtëpia, tek liqeni kristali. Nuk e di se të përgjosh është e pasjellshme. Një lakuri që flet. Nuk është lagje vështirë, edhe ti mund ta bash këta. Hey. Oh, sa e shpefur. Mbaje për vete gjuhën ti. Ai të pëlqeu ty. Po, kush nuk më pëlqen. Vinile, Edi madhështori. Ta. Unë jam mjeshtri I magjisë së bardhë dhe Adleri është krahu im I djathtë. Ha? Edhe ti je një magjistar? Po, jo zyrtarisht, po duhet akoma të marr disa mësime, por unë jam një magjistar I famshëm. Prandaj më quaj mua mjeshtar. Unë quhem Niki dhe ky është shoku yt Dreko. Unë di gjithçka. Atëherë më thuaj, a ekziston me të vërtet bota magjepsëse? A ka lule zjarri atje? Çfarë ndodh kur ajo lulëzon? Dhe pse nuk... Mjaft me këto pyetje ti. Ky është një informacion shumë I fshehtë. Mirë, mos ma thuaj atëherë. Gjithsesi nuk doja që ta merrja vesh. Ai është gjallë? Po unë e vrava atë. Vetëm nëse shpirti dragojt zotrohet nga magjistaria Soringa. Mund ta heqim shpirtin e dragojt nga Soringa? Kur të lulëzoj lulja e zjarrit, shpirti dragojt do t'jeti lirë nga ajo. Bukur. Jo as pak mirë. Nëse shpirti I dragojt zotron lulen e zjarrit dhe zgjohet, atëre do të kthehet sërish në një dragua. Unë dua që këta dragoj të poshtër të qëndrojnë të vdekur. Tokat magjike kanë fuqit e tyre, miku im. Kometa e kuqe. Lulja e zjarri do të lulëzoj tani. Unë do të marrë lëkurën time të dragojt. Unë do të marrë lirin time! Nuk po më lë këtymi të mërshëm. Përse unë nuk po nxjerr dot flak tani? Po, ju doni ta dini apo jo? Jo edhe aq. Po, e di që po, mund t'ua them. Jo. Po, mjaft më ignorua djema. Mirë, pra në rregull, fituat ju, ja si është puna. Lulja e zjarrit është magjike. Mund të plotësoj ndonjë dëshirë? A mund të më bëj mua shumë të fuqishëm? Jo, më vjen keq.
Atëherë nuk do jem kur një hero si baba im. Por e di se çfarë do të thoshte magjistari Adler. Energjia e shpirtit tënd rrit forcën e grushtit tënd. Me të vërtet? Jo, po talem. Mendon vërtet se një njeri mund të zhduk dragojnë duke qenë i vogël edhe i dobët? Dragojnë të mërshëm, më besoni, i kam parë unë, kishin 3 krah. Çfarë tjetër di ti për ta? Ata din të kërcejnë dhe duhet të fluturojnë lartë për të kthyer në dragojnë. E ke fjalën se ai që është varur në punisten e babit tim? Pikërisht, ai dragua mund të kthehet sërish sapo të marrë shpirtin e tij. Më pas, lulja e zjarit do ta sjellë sërish në jetë. Oh, pa më pas çfarë? Nëse kjo ndodh, gjëja e vetme për ta shkatruar ata është ta djegësh me vetë frymën e tij vdekjepruese. Unë dua ta vras dragojnë një herë mirë. Po si mund të shkojmë në deri atje? E ba nëpërmjet portës magjike, për vetë magjistarët fuqishëm mund të hapin ata, si për shembull unë, por si që a thash, nuk janë fiks një magjistar me aftësi të plotësuara deri në verë, kështu që... Mund t'i vërtetoj fuqit e mia. Shko, goditja e fuqishme! Ajo di bëri shumë mirë që iku. Ha? O, në rregull, rengi lezetshëm. Tani mund ta mbyllësh atë gjën? Pranojeni që unë jam një magjistar i vjetër dhe i fuqishëm. Je një magjistar i vjetër dhe i Kua jeni? I fuqishëm, mbyllë tani. Sigurisht, pa problem. Po, jo, ndoshta terapi, jo, jo, terapia, shkon. Edi! Unë po mere me të, pirate, terapi, jo, duket pa kuptim. Forza Militoni! Basta pador! Edi, bëj diçka! Nuk është e thjesht i kujtosh gjërat kur po të merr era me vete. Mirë, qetëso, nuk ka gjë. Forca, këndoni me mua. Qingji vogël bebe bau. Këndoni me mua. Qingji vogël bebe bau. Babi! Niki! Adler! Edi! Çfarë po ndodh? Ata po thithen nga bota magjepsëse. Të thash që isha magjistar! Po jo për shumë kohë! A je mirë? Them se po. Ata kanë betur në botën magjepsëse. Mos u shqetëso, miku im. Ne do t'i kthejmë ata. Djali im. Të thash që mund t'a bëja. Mos ki kur dyshime për Edi madhështorin. Hape portën me një herë. Ta hap, pa probleme, hapun atë. Shika, kometa. Dragoj. Po baba im, dhe Adleri. Çfarë kanë ata? Ata janë atje dhe ne jemi këtu. Shiko, ti do të vrasësh një dragua. Unë dua të bëhem një magjistar i famshëm.
Ky nuk është një problem. Kjo është një mundësi. Ti nuk mund të hapësh portën, apo jo? Jo, po nuk ka gjë. Fama po na pret djalosh. Çfarë zgjedhje tjetër kam? Le të gjejmë liçenin kristal. Atje do të shkonte babi dhe Adleri. Ha? Kush janë ata të dy? Çfarë? Një djale dhe një lakuriq? Adleri, unë mund të dalloj magjinë e ti kudo rreth atij miu që fluturon. Kjo nuk është një rastësi. Çfarë do të bëj Adleri? Dërgoj një djale dhe një lakuriq nate për të gjetur lulen e zjarrit. Ka luajtur menç ai? Gjej ata gun! Mi sill ata këtu tek unë. Ne duhet që të flasim. Për më tepër, lakuriqi i pjekur është ndër pjatat e mia të preferuara. Unë do ta konsumoj atë dhe magjinë e Adlerit në një kafshat të vetme. E ka mendin tek mami. Me siguri që ajo është shqetësuar shumë. Po mendo sa krenare do t'jetë ajo kur ti të kthehesh si një hero. Au, hey! Ha? Ndalë rus! Solmosos mbrapshtos! Edi, au, po çfarë? Hiqi duart nga ushqimi ynë. Sepse ka më shumë të tjera si këto që ju presin. Të marrë janë ata? Ndoshta janë vetëm të uritur. Atëherë pse po na hedhin ne ushqimin e tyre? Na janë mërzitur lajthit. Vetëm fruta, si dhe këtu atë, ose për ndryshe. Për ndryshe çfarë? Po, çfarë? Tregoju Akami. Na që nga një keta. Është tek pantallonat e mia, po më gërrit s'kyçet, po kush ta bën këtë? Të ma i që qape dikush këtë ketrin. Që nga me të vërtet i keq. Ajo, Kamikazi është më e mira, është mësuesja ime. Të lutem, po të përgjërojmë. Thirre këtë ketrin, ne nuk kemi as pak ushqim. Se nuk na the që në fillim që nuk ishe ushqim. Prit, ne duam të dim. Unë nuk e di se çfarë po bën mirë që ta njohim ata në fillim. Ai ka një mike ketrushe këtu, e nuhat shumë mirë magjin, shumë madje, po thuaj se sa mjeshtër Adleri. Shiko, ata jetojnë këtu. E para këtu jemi në botën magjepsëse, dhe nuk ka bitem sa ata e dallojnë magjin. E dyta, ai mund të na ndihmoj. A e di ti rrugën për tek liçeni kristalit? Sigurisht. Për çfarë të duhet ty? Do të merrem unë me këtë. Na bën punë. Ju bën punë edhe juve. Si thoni për pak ushqim. Portokale të mëdha sa një shtëpi. Shumë buk, aq të mëdha dhe të buta sa mund të flinin mbi to. Boronica të ëmbla me madhsinë e kokës së një maceje. Akullore, dashur, pa lajfi.
Në rregull. E jani. Stenor, shko tek ferma jote, edhe më sill çdo cop druri dhe hekuri që të kesh. Unë e di se si të shkojnë tek bota e magjepsjes. Më në fund. Kush e di çfarë vështirësish po kalon Niki? Sigurisht, nga të dim ne se kur t'ju çojmë tek liçeni, ju do të na paguani. Për më tepër. Është një udhëtim i gjatë dhe shumë i vështirë. Wow! Kur ti fishkëllejnë shfaqen kërmi gjigant? Çfarë mund të them? Kafshët më duan. Edhe bimët, edhe insektet. Jam një njeri i dashur. Prit se ta them unë, është magji. Eja i di, do të ngasim kërmilin. Gjithashtu, unë jam Niki dhe ky është Edi. A ke një emër ti? Unë jam Rocky, edhe Ketri është kamikazi. Tani përpiqu të mbaheni fort. Ha! Ha! Nisu tani! Hey, më prit edhe mua! A nuk kemi pak sa shumë lartë? Wow! Mas u bëj frikacak. Do doja që familja ime ta shikonte këtë. A nuk është Edi familja jote? Edi? Jo, familja ime është mami, babi dhe vëllai im i madh. Dhe kam një kafshë të vogël shoqëruese që quhet Dreko. Rocky, ti nuk ke një familje apo jo? Dikur kam pasur edhe unë një, apo jo?
Sigurisht që një nën, por mua më kujtohet vetëm Kami. Kujti duhet një familje kur ti jeton këtu. Ti ngjet kërminj. Po, drejton dragoj. Ti jeton e lirë. Dhe shoqërohesh me ketra. Është shumë bukur nëse më pyet mua. Familja ime nuk do të më linte kur mua të bëja ka qef. Me të vërtet e ke? Po, me të vërtet. E kush nuk do të donte të jetonte kështu? Është Guni, vrabo! Guni? Vrabo! Unë e urrej këtë van! Po, përkeqësohet. Ju jeni akoma gjallë, por askush nuk tha se ju donte patjetër të gjallë juve. O, sa frik! E lëvizja e bukur, le t'ja tregojmë shefin. Ketrat! Edi, bëj diçka. Sigurisht! Bum! Rocky, Po vim! Vrabo! Kjo është hata fare djema! Juhu! Në fund të shkëmbit ka një rrugic. Ajo do t'ju nxjerr pikërisht tek liçeni. Do takohemi atje. Edi, ti shpëtove ata. Dhe mendoj se Kami të pëlqen ty. Po, magjia ime funksionon edhe pas një gabim këtë herë. Vërtet? Mendon se ajo më pëlqen mua? Sigurisht, femrat i duan personat që kanë fuqi të mëdha. Dile ty fëmijë të vegjël të pamend që t'jam bathni? Çfarë lloj përbindje je ti? Unë e di se ku po shkojnë. Ku? Ma thuaj tani. Tek liçeni i kristalit. Liçeni i kristalit. Shtëpia. Tani unë e di se djalin e ka dërguar Adleri. Kush tjetër përveç Adlerit e di shtëpin? E janë tek unë, shërbyesit e mi, hijet e mia, të këqinjtë e mi. Gjejeni djalin, hyni në mendimet e ti. Bëjeni shpirtin e ti, po ashtë të zi sa jeni edhe ju. Edhe zemrën e ti të ftohtë siguri. Nuk kisha ndjerë kur njerë ka që të ftohtë ngrice. A je mirë, Kami? Të punojmë. Koha është thelbi i punës.
Ja pse dua unë ata. Në raste si këto nuk lodhet kur, ka shpirt të madh. Ka më shumë magji në këtë botë, nuk janë vetëm magjit e mia, Selor. Do doja që babi dhe Adleri të na kishin parë tek luftonim. Po, goditja ime, bum, do të mbahet mend gjithmonë. Dhe ky është fillimi I legjendës që është... Edi, a duhet të shqetësohem unë? Ndoshta, sigurisht, kjo nuk është normale. Niki, Mami? Mjeshtër, çfarë po bën ti këtu? Adleri, unë duhet ta kisha ditur. Më ke shqetësuar kaq shumë. Përse u largove nga ne? E po unë nuk doja, do të kthehem prap. Unë duhet ta gjeja të lulen e zjarrit dhe duhet ta vrasa të dragojnë. I ke shkatëruar gjithçka, Edi. Ti nuk je I matur, je një burim I dobët fuqie. Unë, e di, mjeshtër. Shumë mirë, shumë mirë. Zhytini ata në faj, bëjni ata që të vuajnë. Si mundesh ti ta shkatrosh një dragua? Ti je vetëm një fëmijë I dobët, as s'ka më shumë. Po çfarë? Ai është biri I Selorit, njeriu që mori lëkurën time? E po shumë mirë, pra. Unë vetëm do t'i marr djalin atij. Ti nuk mund ta mposhtësh dragojin I vetëm. E gjitha kjo që ndodhi prej këteje. Unë I kam harxuar kohën time dhe njohurit tek ti. Ti nuk je më studentim. Por unë mund ta mposh dragojnë. Zemra ime më thot se mundem. Zemra jote, çfarë të marri paska për fëmijë? Çfarë do zemrë pa forcë? Baba im nuk do ta thoshte kur këtë. Ti nuk je baba im. Edi, ata nuk janë të vërtet. Ha? Çfarë? Oh, por ata janë të vërtet. Janë magji e zezë e vërtet. Unë nuk po I largoj dot. A mund të bësh diçka, Edi? Nuk e di, më duhet një magji, po e mendoj. Oh, e tani me të këqia ju zotrin! Merreni pra! Them se kanë humbur. Unë u thash vendin, por nuk mendova se ata do ishin kaq të pazot. Çfarë ishte ajo? Ju të baft! Kjo nuk është e mundur! Kush je ti? Ti mund të më shohësh? Sigurisht që unë mundem të të shikoj. Ti je pasqyruar në ujë. Mos njihemi gjë? Ti mua më duke shumë e njohur. Një minut, vogëlush. Do të kthehem me njëherë tek ti. A e pe dhe ti atë? A mundet ta dëgjoje? Ajo më bëri të ndihesha shumë e çuditshme, sikur e doja dhe urreja në të njëjtën kohë. Edi, ti ja dole! Po sigurisht, Niki, dhe ti e pe atë, uri hodha në erë ata. Ne jemi një skuadër e papar, apo jo, Edi? Pse kemi zgjedhje tjetër? Ky është djali I vogël që ti pe me djalin e Solerit edhe me lakuriqin e Adlerit? Po. Faleminderit, Gun.
Kjo mund t'jetë diçka shumë e mirë, vërtet. Përshëndetje, i dashur. Është mëse vërtet se ti më nje. Unë jam zana jote kumbar edhe kam ardhur të plotësoj një dëshirë. Çfarë të dëshirosh ti, vogëlush? Ushqim, streh, apo fuqi? Çfarë të dojë zemra jote vogël? A mund të më bësh me një familje, si që ka dhe Niki? Me një nënë? Sigurisht që po. Çfarë të dëshirosh ti? Por, që magjia të mund të funksionoj, ti duhet të më japësh diçka. Po çfarë dëshiron ti? Djaloshin dhe lakuriqin. Përse? Si guxon të më pyesësh mua pse? A do ti familjen apo jo? Ti do vetëm të lëndosh Nikin! Ai ka magji, një magji të fuqishme. Çfarë do qoftë, kush do qoftë ai, ne duhet të bëjmë kujdes. Unë dua që të ndjekësh ata. Ti nuk e për të bërë asnjë gjë derisa të urdhëroj unë. Jo, do të duhet në kohën e duhur. Roki! Kami! Le të mos I themi gjë për zonjën tek liçeni, nuk dua t'i friksoj. Nuk do ta besosh se çfarë na ndodhi. Aha, dhe bas se po, por s'ka rëndësi, ju erdhët. Ku është ushqimi ynë? Ne nuk kemi mbaruar. Marrëveshja është kur të përfundojmë. Mos po përpiqeni të na mashtroni. Hej, lëre edhin ta sqaroj këtë punë. Marrëveshja është kur të përfundojmë, por si thoni për një vakt të mirë tani. Ushqimus po vjenos! E po ne nuk I ham gurët. Po çfarë patë kështu edi? Disa herë I përsosur, pastaj sjell një gur. Shiko, ne jemi në një mision. Duhet të ikim tek shtëpia në atë ishull. Na ndihmo dhe të premtoj që nuk do të jesh më kurrë I uritur. Të betohem për familjen time. Në rregull, ne të besojmë. Bukur, por si fillim, neve na duhet një vark. Jo, nuk na duhet. Ja, e shikon, ai di të bëj magji. Shpresoj që të na çoj atje. Ju thash, kafshët më duan shumë. E jani. Duhet të ikim në fund të rrugës. Aty tha atë deri se do të ishte dorëshkrimi. Dorëshkrimi? Shtëpia? Po çfarë po ndodh tani këtu? Mos doni thjesht të vidhni shtëpi? Dhe përse nuk më treguat për Dragojin? Duhet të siguroheshim që mund të besonim. E gjeta! Është e mbellur. Bëni mbrapa njerëz, e rregulloj unë këtë punë me magjin time. Këto gjëra nuk shkojnë gjithmonë mirë. Bën mirë të qëndrosh pas meje. Dhe tani hapo Deros! Ajo nuk funksionoj. E urejku nuk I hap do të dyert. Kjo më duket e njohur. Po përse? Nuk kam qenë kur më parë këtu. Them se mund të shtosh shtëpinë tek lista e gjërave që të pëlqejnë. Në rregull, por mos bëni rëmoj.
Ne duhet të gjejmë dorë shkrimin. Po nga t'ja fillojmë këtu. Le t'ja nisim nga kjo rëmuja. Në rregull, kjo është puna ime. Do që t'i kap ata? Ende jo, lëri ata që të bëjmë punën në vendin tonë. Përse më duket ky vend kaq i njohur? Dhoma e kujt është kjo? I kujt është ky djep? Ku është bebi dhe mami i tij? Po çfarë u ka ndodhur atyre? Përse kjo lodër është e veçuar? Jo, nuk ka asgjë aty. Ja, shikoj këtë magjin. Ndoshta ku i dihet, kjo është e duhura. Unë them se e gjeta atë. Shiko, nuk po më duket si gjua që unë di. A i lexon do ti, Edi? Nuk kam asnjë të dhënë, por më duket më e vjetër se Adleri. Ndoshta ti mund ta lexosh. Roki hapi derën dhe i gjeti dorëshkrimin. Ndoshta e gjithë kjo është për Rokin. Haro që ti e zogu, që rri bashk me binjakun e ti në një fole. Shko drejt udhës së zgjuarësisë. Kjo ishte e çuditshme. Për çfarë flet kjo? Për një zog që rri me binjakun e tij? Sa ju rrej magjit në formë barsalete, pse nuk thon atë që duhet? Hou, mendoj se i gjeta, Edi. Eja! Ne e kaluam kur po vinim këtu. Kemi një zog prej guri këtu, Niki, por nuk shoh asnjë zog tjetër. Shiko poshtë. Është pasqyrimi i pishinës. Shko drejt udhës së zgjuarësisë. A jeni mirë që të gjithë? Po, jemi që të gjithë shumë mirë. A je në vete ti, askush nuk është mirë. Ky vend është një kurdh vdekjeprorës. Është i keq dhe unë e di se ka insekte elmuese gjithandej këtu. Diçka nuk shkon mirë. Po, sigurisht me ty. Jo, magjia ime është zhdukur. E dija, ajri këtu poshtë është helmues. Ne jemi në botën e magjepsur, prandaj është helmi magjepsur. Kjo shpellë duhet të ketë një ndikim mbi magjit. Atëherë le të dalim prej këtej. Brasmendjen se ku të çon ky tuneli. Kam përshtypjen se ata nuk e pëlqejnë zhurmën. Vraponi, vraponi! Ky është shpërthim diellor! Po çfarë do të bëjmë tani? Do të hidhemi. Hey, çfarë po bën?
Kemi kohë për të diskutuar. A mund të më lajmërosh herën tjetër? Për shembull, hey Roxana, do të shty nga shkëmbi. Roxana? Çfarë keni që shikoni? Po ti je një vajzë? Po sigurisht që unë jam një vajzë. Si e keni hallin ju? Por pse e quaje veten Roki? Do të thuash Roki, shkurtimi i emrit Roxana? O zot, e jeni në vete. Të ka marrë koka flak. Mjaft, ne do të rrëzohemi. Ka për të qeshur. Këtë kapele e kam mbajtur gjithmonë. Më pëlqen shumë. Mirë, mbaje kapelen. Ne nuk do të qeshim. Të paktën derisa të shohësh poshtë. Eja të kalojmë në anën tjetër. Unë e para dhe mos më shty. Kapelja ime. Një problem më i madh. Po si do të hipim deri atje lart? Po sa shpejt e harruat mëre që këtu jeni pra një mjeshtri të magjisë. Litaros! Po si thua, sikur të shkosh atje lart dhe të na lëshosh disa rrojmë pemësh. Dhe mua më pëlqen kjo ide. Sigurisht, pse jo? Merreni të gjithë argëtimin për vete. Përse mi ke ngullur syt ashtu? Sepse je e bukur? Duart lart! A mundet një lule magjike të rritet në një vend si ky? Mos lejo që fjala lule të të mashtroj. E po ajo që unë kam mësuar është e magjia e mirë nuk është gjithmonë e lezetshme, ë? E kam fjalën. Shikoj e paketin. Bukur. Tani, e shpërqendroj unë. Nuk do të ikim në asnjë mënyrë pa ty. Paniki, ide keqe, shumë e keqe. Si i ke ndërmend ta shpërqendrosh ata? Vetëm ke për të rënë pre gurve të tij gjigant. Do qëndrojmë së bashku, pavarësisht të gjithave. Ta dëgjojmë djalin, vajzën. E gjeta. Hej, djali shkëmbor, unë jam këtu. Ha! Hej! Sa po të soptove një gur, nga e di që nuk ishte një kushëri rryt apo diçka e tillë. Vetëm shpresoj të mos më kapshoj, por të më përtypi direkt. Hej, ti je shumë guzimtar. Çfarë? Do thash që je shumë guzimtar si djali vogël që je. Dhe ti nuk i ha djemte vegjël? Varet se për çfarë unë jam i uritur. Po kush je ti? Unë jam mbrojtari i shpellës dhe shumë gjërave të tjera. Nuk kam shumë që jam zgjuar nga zhurmët dhe jam shqetësuar nga kjo bisedë. Kupton apo jo? Lepujt, ata kam për t'i pjekur të gjallë. Është rehat këtu pa ta. Lëre atë të lirë me një herë. Pra, çfarë jeni duke bërë ju këtu, miq të vegjël të guzimshëm? Ne jemi duke kërkuar për lulen e magjishme, lulen e zjarrit. Ndërsa unë po mundohem të mos vjell ose të këputem në dysh, ose të dyja bashk. Është shfaqur kometa e kuqe, zoti përbindësh, erojtar, gur, zotëri. Dhe është një draguaj të mërshëm që do të përdori lulen e zjarrit për të shkatëruar botën njerëzore. Zot, nuk isha dëgjuar diçka të tillë për këto 19 vite, derisa më dolën këta gurët. Pra ti do të na ndihmosh ne? Unë e shikoj se jeni të vlefshëm. Unë nuk e di se ku ta gjejmë lulen e zjarrit, miqtë e mi. Por,
Kam një shok të vogël që është shumë më i zgjuar se unë rreth këtyre gjërave që po flasin. Ky është Zicëllonja e Zjarrit. Ai do t'ju drejtojë ju tek lulja e zjarrit. Oh, faleminderit, me të vërtet shumë. Por ne kemi ngecur në një shpellë të përbindshave. Si do të kthehemi? Ato porta mbyllen shpejt. Pa që fat miqtë e mi të vejit të kuzinshëm. Unë po fle pak, shumë pak, ndoshta vetëm 10 vite. Miru pafshim. Përgatitu mirë, Gun. Epoka jonë është afër. Zicëllonja e Zjarrit. Ajo po fluturon. Erdhi Guni! Ai më kapi! Ule poshtë atë. Ose çfarë? Më dëgjo mua! Tani më në fund të kam në dorë. Biri njeriu që më mori lëkurën time. Tani më ke kapur mua. Lëra të shkoj. Nuk është që thjesht. Nësa duke ti djanos të diçka që e kam unë. Atëherë duhet ta marrësh prej meje. Më jep mua lulen e zjarrit edhe unë do të t'jap vajzën. Dhe mos mendon të një hile. Unë e di mirë se ti do të marrësh atë lule. Dhe ky lakuri që ti ku të më takoj mua. Emri im është Edi Shpiksi Bom! Dolla huq! Ne të dy dështuam, Edi. Baba i mund ta kishte shpëtuar Roxanën. Unë nuk duhet të isha këtu. As unë nuk duhet të isha këtu. Unë jam një magjistar i paft, kishte të drejta Adleri. Ne duhet të gjejmë lulen e zjarrit. E pastaj çfarë? Do t'ja japim atë dragoj dhe bota do të shkatrohet. Shkatrohet totalisht. Roxana vetëm ne na kishte. Ne e futëm atë në këtë telash. Ose ne, ose askush. Unë të mbështes këtu, Niki. E mrekullueshme, ka ardhur e ftuar rajon e nderit. Sinqerisht, unë nuk e di pse njerëzit i krijojnë këto gjëra. Ma i qafe! Gun! Kape atë kafsh! Të kapa më në fund. Mrekulli, duket sikur më në fund Guni bëri diçka si duhet. Neki, Kami, ti, zonja e liçenit, ku janë miqtë e mi? Unë nuk u kam bërë asgjë miqve të tu. Dhe nuk do t'i bësh dot kur. Ti nuk do të shkosh askund derisa unë. Mamaja ime? Asnjëherë! Mos u ngatro, vajzë vogël. Ky mund t'jetë trupi saj, por unë nuk jam mamaja jote. Dragoj i Nikit! Gun! Mjaftu solle rrotull, ruaj e vajzën.
Ndoshta unë si jam në gjendje të prek ty, por asgjë nuk e ndalon dot Gunin. Presoj të mos jemi shumë vonë. Të thash, Niki është i zgjuar, Maria. Ai ka zemrën e një heroi. Bahuni fort, tani do të hym! Pra, unë do të fshihem dhe do të bëj një zhurmë si një mace. Pastaj do ta kthej soringën në një insekt. Jo, kjo nuk ishte e mirë. Po për Gunin. Mirë, pra, plan i ri. Unë do të bëj një zhurmë si një mace. Miau, dhe kur ta shoj soringa dhe Guni, do të bien brenda. Më falë, si mund të të bëj unë ty të më të gjosh mua? Po mundohem të bëj një plan këtu. Këto duhet ta bësh ti dhe jo unë. Hej, më të gjon, apa ja? Nuk ka rëndësi se sa i kushtohesh. Unë thjesht nuk e kuptoj se si do të fitojmë. Unë do t'i jap asaj lulen e zjarrit, dhe Roxana lirohet, dhe do e lëm dragojnë të shkatërroj gjithçka. Nëse unë e mbaj lulen e zjarrit, dhe Roxana... Duhet ketë një zgjidhje tjetër. Ti je i zgjuar, Niki, shumë i zgjuar. Ti ndalove hijet e shpirtrave. Ti zbulove gjatë gjëzën e zogut. Ne vajem nga truri yt, mik. Ma më shiko mua, unë nuk e di a do të funksionoj magjia ime apo jo. Kjo është e thjesht, magjia jote funksionon çdo herë që e përdor atë për të ndihmuar dikë tjetër, dhe jo vetëm veten. Hej, ti ke shumë të drejt. E shikon pra, të thash, ti ke një tru shumë të zgjuar. Babi im thoshte gjithmonë se është e rëndësishme të kesh tru. Le të shpresojmë se ka të drejtë. Sa duket kemi vetëm një mundësi, ose tani, ose kur. Ai e mori ato! Çfarë po ndodh tani? Niki, ka marrë lulen e zjarrit. Fuqia e tij po ndikon në të gjithë magji në këtë tokë. Magjia Adleri të prish! Unë jam e lirë të bëj çfarë të dua. Silleni vajzën e shtrigës! Si të dëshironi ju? Si të dëshironi ju? Më pëlqen si tingëllon kjo fjalë. Dhe me që po flasin për dëshirat e mia të mëdha, një heroj vogël po vjen pikërisht këtu tani. Më në fund, ja arritëm! Do shta jemi tepër vonë. Me sa duket, lulen e zjarrit e kanë marrë. Duhet ta kisha shkatruar lëkurën e dragojt në vend që ta mbaj atë. Na mbetet të shpresojmë se nuk e ka marrë dragoj lulen.
Nga kjo anë, po thuaj se arritëm. Të gjitha pa plan, s'kemi as plan, diçka është e momentit, por ne duhet kemi patjetër një plan. Jepi Niki, ne duhet mendojmë patjetër diçka para se të shkojmë te Dragoi. Mos u shqetëso, unë e di çfarë të bëj. Ti ke një plan? Au po. I afruar mjaftueshëm, djalosh. E shikoj se pas ke marrë. Ma jep lulen me njerë tani! Në rregull. Kjo ishte, kush është plani? Unë do t'i jap asaj lulen. Plan shumë i mirë, jepi asaj. Çfarë? Jo, plani keq. Ne nuk mund t'i kthejmë shpirtin atij Dragoi të keq. Kjo është çmenduri. Ndoshta. Lulen, djalosh, ma jep tani! Në fillim ti duhet të lirosh Roksanën. Lëre vajzën të lirë. Nuk duhet ja japësh lulen e zjarrit, Niki. Kjo nuk ka për të ndodhur! Bum! Jo! Dragoi ka trupin e mamas time. Ju, fëmijë të vegjël, jurat pre dashurisë dhe ndjenjave tuaja. Dhe asnjëra prej tyre nuk ka më rëndësi tani. Roxana, vajza ime dashur. Besuat mua, apo jo? Mos u shqetësoni, ju duhet ta quani veten tuaj me fat. Jo të gjithë arrin të vdesin nga flaka e një Dragoi. Oh, Niki! Mami, babi! Oh, Niki, ne u shqetësuam shumë birë. Nuk kam aventura për të paktën një javë. Mjeshtër, unë nuk theva! Ti s'je larguar kur, vetëm se s'ke qenë në vendin tënd të caktuar nëse i mendon pak gjërat. Sa bukur, jeni mbledhur të gjithë në një vend. Unë do t'ju pjek të gjithë dhe ju të gjallë. Vetëm provoje. Unë do t'a shkatroj atë lëkurën tënde të shpifur përsëri. Edhe unë do të sigurojmë që të mos e marrë me kurrë atë. Po, a nuk jeni ju miqtemi të vjetër Adleri dhe Selori? Kisha ko pa ju parë të gjithë. Roki, më duhet ndihma jote. Niki, çfarë do të bësh? Unë do të kënaqem shumë t'ju shoj juve të digjeni. Në fakt, ndrova mandje, ju të dy do të digjeni me një shkëndit të vetë me të flakësime. Nuk kam kohë të ta shpjegoj, duhet vetëm të më besosh. Jo, unë mendoj se që është një metode thjeshtë e dal jashtë mode. Jo, mund të godasësh fëmijët. Dragoi, po i kap ata.
E po, me sa duket e do të vdesim gjithsesi, kështu që s'kam se të pres që të ha drek. Au! Bauni fort, miq, është hera e parë që fluturoj me një gjë të tillë. Dragoj në orën 12. Jo, në orën 7, ose ndoshta në 7:30. Oh, ai është mbrapa nesh. Ne duhet të ngadalsoj. Çfarë duhet të bëjmë? Priti litarët. Ne ja dolëm! Kur të them 3 jepi. Niki! Niki, duro, do të bëj diçka. Mendo më shpejt. Hej, Edi, unë nuk po mbajmë dot. Edi! Mendo, Edi, mendo, si është ajo? Fluturimus, fuskus! Niki! Fluturimus, ishte fluturimus! Faleminderit. I po që je një shpëtues i mirë, Edi. Po, ej, miq. Niki, çfarë je duke bërë ti? Për plani ke, ti ke një plan apo jo? Ma thuaj, e ke apo jo një plan? Po, luajta me ju tani. Përgatituni të piqe! Sill goditjen tënde më të mirë, Dragua. Qafa ime! Qfar i ke bërë ti qafët sime? Çfarë mund të them? Baba im nuk ishte aq i mirë në qepje. Do të paguash, ti leqari vogël! Do të paguash! A jeni mirë që të gjithë? Po, me që po flasim për planin. Wow! Ishte e mrekullueshme, Niki. Ti e shkatrove me të vërtet atë. Këtë po prisja edhe unë. Ej, ne ja dolëm! Niki, si je birë? Jam mirë, mami. Tani nuk e pse shqetësohesh më për asgjë. Mirë. Djali yt është një hero. Heroi më i madh që kam parë ndonjëherë. Pra, ja dolem shumë mirë, apo jo, mjeshtar? Mos me quaj më ashtu, Edi. Çfarë? Pse? Si të të quaj? Bëra diçka të gabuar? Po më pushon mua ti? A jam unë? Mirë, qetëso, Edi. Po të them se nuk jam më mjeshtri yt. Ti je një magjistar tani. Unë? Një magjistar? Prit, mund të jetoj akoma në shtëpinë tënde. Të gjitha gjërat e mia janë atje dhe... Mami.
E po, duket si kur është koha që të them miru pafshim. Ne duhet të kthehemi në botën njerëzore. Ti do të vish na vizitosh prap, apo jo? Sigurisht që po, ne mund të marrim anien e Adlerit, me siguri që nuk do e ketë problem. Eja pra, Niki, do të bëhemi vonë për darkën. Kthehu përsëri, Niki. Mirupafshim. Je gjithmonë i mirëpritur këtu. Merre timonin, Niki. Mos u shqetëso e dashur, ai është thjesht guni. Është po aq i dashur sa edhe i frikshëm. Më në fund, ne mund t'ja nisim nga e para. Jetën tonë së bashku. Mirupafshim, do shihemi sërish. E di, ne jemi një skuadër shumë e mirë. Me trurin tënd dhe magjin time, ne jemi të pandalshëm. E po, derisa ti të mos bësh ndonjë gabim me magjitë tua, Eddie. Hey, vetëm një herë ndodhi kjo. A mund ta hapun portën, kam bërë shumë praktik. Dhe tani hapu portu se botas. Jo, nuk është kështu. Me duket se nga trova përsëri. Prit, edhe njerë këtu. Adler, pse nuk merresh ti më mirë me këtë? Unë jam shumë i lodhur nga gjithë ato aventura, prandaj... Adler, ku je mjeshtar? Niki, kthehuni!